Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të nisur këtë ditë me komentimet edhe ngjarjet më të fundit në fakt që po ndodhin rreth Big Brotherave. Do të komentojmë një marrëdhënie që ka filluar të ngre pikpyetje tek publiku shqiptar. Unë them që besoj në fakt që ka vajza që janë aq shumë të dashuruara, sa që dashuritë e tyre, emocionet e tyre shndrohen në fasionim. Unë nuk e shoh Albën të dashuruar të Limi, sa e shoh të fasionuar. Do të thënë Alba e jeton Limin, Alba e do Limin në çdo mënyrë, por në këtë fakt më vjen shumë keq që Limi mundohet të gjenë mekaniza për t'ia qetësuar zemrën Albës. Pse e them këtë? Natën e mbrëmshme, teksa të gjithë banorët ishin bërë gati që të flenin në dhomën e gjumit, Alba i afrohet Limit te krevati, edhe pse unë e thash, domethënë që në momenti kur Alba u fut në dhomën e rrëfimit edhe ishte mes asaj dilemës që të dilte apo të rinte, dhe vllau i madh i tha që ti duhet të qëndrosh, Alba premtoi që do të largohet nga Limi, por normal kur zemra tre për dikën nuk mund ta bësh, dhe Alba nuk mund ta bën këtë gjë derisa Limin e ka brenda, e ka shumë të vështirë, dhe Limi i tha që natën e mbrëmshme i tha që të ka marrë një palë pizhame Stitch, ti veshësh vetëm ti. Tani ku e gjykoj Limin unë? Nëse i thua një femrës nuk kam ndjenja për ty, nëse i thua një femrës nuk kam emocione për ty, nëse i thua një femrës nuk kam dashuri për ty, të paktën mos e ço të mendon se ekziston diçka, mos e ço të mendon që ndjen diçka, sepse mënyra e bisedës, mënyra e lojës së Limit, mënyra se si Limi domethënë i qaset Albës, ndërsa në anën tjetër me Dolçen, ajo thjesht fillon dhe krijon në kokën e saj iluzione, krijon momente, dhe normal për një femër, realisht femrat e tjera jam shumë i bindur që nuk e kishin përballuar dot edhe për lojë, ta shohin një mashkullin e tyre, të jetës së tyre, me një femër tjetër në krah duke u kënaqur. Por gjithsesi, domethënë, Alba është shumë e qetë. Në anën tjetër kemi Dolçen, që Dolçja është shumë e bindur në gjën që e bën, domethënë nuk e di a e mendon që kjo e vërtet është jashtë që ajo flitet dhe komentohet keq, por gjithsesi unë kam një bindje që gjatë të rrugtimit Limi edhe Alba do t'jenë bashkë, sepse Limi mbrëm i tha Albës që fitoi Big Brotherin ti, është mundësia e vetme që ne të dy do të kthehemi, domethënë i jep një lloj shprese, mendjen dhe mentalitetin. Dua të marr mendimin tuaj.